Kursi I pikturës pranë qendrës kulturore Mihal Grameno vijon të tërheqë një numër të konsiderueshëm fëmijësh të apasionuar pas artit dhe krijimtarisë. Përmes orëve mësimore, ata kanë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre artistike, të eksperimentojnë me teknika të ndryshme dhe të shprehin lirshëm idetë dhe emocionet e tyre. E mira e objektivit tonë si kurs është që ne të ofrojmë jo vetëm fëmijë të cilët kanë talent, por dhe fëmijë të cilët kërkojnë të eksplorojnë, të ndjekin një lloj pasioni, të provojnë në veten dhe ne ja u japim këtë alternativë. Atë që unë ja u bëj gjithmonë në vëmendje fëmijëve, nuk ka rëndësi asnjëherë ajo që është rezultati, I mirë apo I keq, rëndësi ka që fëmijët të guxojnë, të mësojnë, të provojnë dhe në fund të krijojnë një eksperiencë të bukur për veten e tyre. Programi I kursit tonë është I zhvilluar në 2 nivele për të gjithë fëmijët e rinj të cilët startojnë në kursin e pikturës. Programi I gjithë vitit është kryesisht mbi vizatimin, bazuar për të mësuar të gjitha elementët primar të artit pamor dhe kryesisht zhvillojnë vizatimin dhe niveli I dytë I kursit të fëmijëve më të avancuar kalojnë në një program më të detajuar që përfshin pikturën, duke zhvilluar jo vetëm imagjinatat e tyre, por edhe punime, natyra të qeta, natyra të përgjithshme, animacione, forma të cilat fëmijët fillojnë I zhvillojnë më në detaj. Marrja me art në moshë të ershme luan një rol të rëndësishëm në formimin e fëmijëve, pasi ndikon pozitivisht në zhvillimin e imagjinatës, përqendrimit dhe vetbesimit. Është shumë bukur. Kemi gati një vit, unë, edhe shumë bukur. Çfarë pikturoni zakonisht? Pikturojmë kafshë, pikturojmë njerëz, edhe pamje. Mund të pikturojmë që të duam. Edhe mund të vizatojmë. Më pëlqen më shumë të pikturoj pamje nga natyra, pra peizazhe, ose portrete. Ndihem shumë mirë këtu në kursin e pikturës, sepse më pëlqen shumë piktura dhe vizatimi. Unë kam zgjedhur kursin e pikturës sepse është diçka shumë e bukur të pikturosh. Zakonisht unë vizatoj njerëz, peizazhe, lule, shumë lloj. Po mësuese Figena si është me ju? Është shumë e mirë, na ndihmon. Jam krenare që e kam mësuese. Kurset e tilla krijojnë hapësira ku fëmijët mësojnë, bashkëpunojnë dhe ndërtojnë besim te vetja, duke shndërruar artin në një pjesë të rëndësishme të edukimit dhe formimit të tyre.